Sonte kemi një natë të dedikuar historisë. Një natë që do flet për një eveniment të madh në historinë shqiptare, nga disa ose nga shumë historianë poshtë quhet si dokumenti më i madh dhe më i rëndësishëm zyrtar pas lidhjes së Lezhës ose kuvendit të Lezhës, i mbajtur në mars të 1444, të organizuar nga Skënderbeu. Sonte do flasim për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit u paraqit në shekullin 19, ku korrespondon me formimin e rilindjeve kombëtare tek popujt e Evropës dhe formimin e shteteve kombëtare, por njëkohësisht ku lind edhe nacionalizmi dhe ekspansionizmi me projekte Serbia e Madhe dhe Greqia e Madhe. Të gjyshit tanë ishin të pasur, shkrim pasurinë e tyre për lidhjen e Prizrenit, luftuan për të ruajtur lidhjen, që u shtypën si nga Osmanët, nga Serbët dhe nga Grekët. Ndërsa, sot politikanët tanë prej kaq vitesh, thirrën në emër të asaj lidhje, thirrën në rilindje të asaj lidhje, por pasi vinë pushtet, pasi hypin në karrikën e butë, harrojnë gjithçka të lidhjes. Temën mbasi e kemi për lidhjen e Prizrenit, të dimë se në Parlamentin e Shqipërisë, në Parlamentin e Maqedonisë, të Kosovës dhe aty të Malezi, unë nuk di që është ndonjëri nga pasardhësit e burrave të lidhjes Prizrenit. Lidhja e Prizrenit luftonte për t'i mbrojtur nga coptimi territorëve të trevat shqiptare. Por me kalimin e kohës, Porta e Lartë kishte detyrime që t'i vendojë në jetë vendimet e Kongresit të Berlinit të fuqive të mëdha. Lidhja shqiptare e Prizrenit s'ishte vetëm një organizatë ushtarako-politike. Me kuvendin e Dibrës mirën vendime që të hapen edhe shkollat shqipe. Që do të thotë se me lidhjen shqiptare të Prizrenit edhe kemi organizim dhe kemi urdhëresë institucionale që të hapen shkollat shqipe. Në mbrëmje, te Agim Poshka. Stimuloni intelektin tuaj.